3 shkollat të Gostivarit janë pajisur me kontenjer për mbetje tekstile, në kuadër të bashkëpunimit me kompaninë Ecotex Group, që është kompetente për menaxhim me mbeturina tekstile. Informacionin e bëri të ditur udhëheqësi i sektorit të ekologjisë në komunën e Gostivarit Zudi Xhelili, gjatë ceremonisë së pranim dorëzimit që u zhvillua në shkollën e mesme ekonomike. Sipas Xhelilit, qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është edukimi i gjeneratave të reja, me synim që mbetjet tekstile nga anvisritë e tyre të mos përfundojnë në mbeturina të zakonshme, por të grumbullohen dhe të deponohen në këta kontenjer të posaçëm, prej nga më pas do të transportohen për riciklim të mëtejshëm, duke kontribuar kështu drejt për drejt në mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e praktikave ekologjike në komunë. Sot sjellin 3 kontenjer, të cilët kemi vendosur t'i vendosim të shkolla ekonomike, një dhe ditë tjerët të shkollat fillore, Goce Delçev dhe Ismail Qemali. Këtu menduam sot të bëjmë edhe fushat me nxënësit, që t'i mësojmë të ngritin vetdijen që prej anvisrive, tekstili që hudhet në për kantat e anvisrive, ta sjellin në për këto lloj kantash, që operatori rregullisht vinë i mbartën në për vende ku përpunohen. Kjo do me thënë do t'ishte një lloj ekonomie cirkulare, kështu që përveç kartonit, letrës, hekurit, plastikës, ne kemi vendosur që në qytetin tonë të kemi edhe grumbullimin e tekstilit. Ndërkaq, përfaqësuesi i Ecotex Group, Firuz Mehmet, tha se marrëveshja parashikon që fillimisht të pajisen me kontenjer të gjitha shkollat e qytetit. Pastaj, nëse komuna shfaq interesim, do të instalohen edhe në përpika të tjera. Gostivar kako обществено odgovorna opština projavi interes. Komuna e Gostivarit si një komunë e përgjegjshme shprehu interesim dhe ne nënshkruam një marrëveshje bashkëpunimi. Në bazë të njëjtës kemi vendosur kontenjer të posaçëm për mbetje tekstile. Obligimi vetëm i komunës është mirëmbajtja e kontenjerëve dhe njoftimi ynë në momentin kur ata të mbushen, ndërsa transportin e të njëjtave e organizojmë ne. Nëse komuna shfaq interesim, ne jemi të gatshëm të vendosim kontenjer edhe në lokacione të tjera, por marrëveshja fillestare është që të përfshihen të gjitha 8 shkollat e qytetit dhe çerdhet, sepse pikërisht aty arrihet efekti më i madh. Kur këta fëmijë të shkojnë në shtëpi dhe t'u tregojnë prindërve për kontenjerët e rinj, prindërit automatikisht nuk i hedhin më rrobat e vjetra në mbeturinat e anvisrive, por do t'i sjellin në kontenjerët për mbetje tekstile, u shpreh Firuz Mehmet nga Ecotex Group Shkup. Ndërkaq, drejtori i shkollës së mesme ekonomike në Gostivar, pas pranimit të kontenjerit, tha se kjo iniciativë do t'i ndihmojë nxënësit të mësojnë për riciklimin dhe të kontribuojnë në reduktimin e mbetjeve të anvisrive. Kako prvo što imamo da bideme prvo učilište u Gostivar, što që bide dosta vend. Kënaqësi për ne që jemi shkolla e parë në Gostivar ku janë vendosur këta kontenjer. Dua t'ju informoj se gjatë periudhës në vijim, me ndihmën e mësimdhënësve tanë, do të realizojmë edukimin e nxënësve për shfrytëzimin e duhur të këtyre kontenjerëve. Besoj se ky lloj bashkëpunimi do të jetë i frytshëm për të gjitha palët, ndërsa ne do të kontribuojmë së bashku në minimizimin e mbetjeve nga anvisrit përmes riciklimit dhe ndërgjegjësimit mjedisor. Ky projekt synon të edukojë gjeneratat e reja dhe të ndërgjegjësojë shoqërinë për rëndësinë e riciklimit. Përmes bashkëpunimit mes komunës, shkollave dhe Ecotex Group, mbetjet tekstile do të përfundojnë në mënyrë të qelluar, duke reduktuar ndotjen dhe duke mbështetur praktika mjedisore të qëndrueshme në qytet. Ndërkaq nxënësit, duke u përfshirë aktivisht, do të ndikojnë gjithashtu tek prindërit, duke ndihmuar që të gjithë qytetarët të bëhen pjesë e këtij procesi ekologjik.